Muzikën e filloi në moshë të re, e inspirim e pati babain e saj që dhe ai është këngëtar. Bëhet fjalë për Skënder Hasi, për këtë herë intervistën do ta zhvilloj me kosovarën, e cila ka kohë që është dukur nga muzika, por deri te ky vendim ka ndikuar shumë rrethana. 5 vitet e fundit jam merr me biznes familjar, kam menaxhuar një kompani të burrit, dhe kështu që jam merr më shumë ka biznesi. Ka pyet shumë femra për veshjen time personale kur jam postu si për fustanat, komplete ndryshme, stilin tem, dhe gjithmonë kam marrë pyetje ku e ke ble, ku e ke ble. Dhe vendosa me hap biznesin tem personal. Ideja ka qenë e kamotshme, por që 4 vite e kam online dhe është duke ecur mjaft mirë dhe mendoj të ardhme në takim edhe butikin shumë shpejt, do t'jeti pranishëm në Prishtinë, ku mund të kenë adresën të vinë edhe live të shohin stilin e këhi dresit, që e kam me inicialet e mia. Po, këhi dres. Viti 2025 ka filluar mbar për të dhe kjo është gjëja më e bukur që i ka ndodhur. Viti 2025 ka qenë më i veçantë për mua sepse e ka kuptuar në fillim vitit 2025 që jam shtatzon, pritje të ëmbël dhe na ka beku Zoti me 2 binjak. Bashkë në momentet kur nuk e pret, ndodh mrekullia e Allahut, kështu që ndodhi atëherë kur nuk e prita dhe mendoj që në kohën e dur, bashkë tani jam e përgatitne për në qenë nënë e përkushtune. Kosovarja mendon se të qenurit një grua e zonja dhe përkushtuar në familje, ka dhe vështirësitë e veta. E thekson se është sfiduese të jesh e pranishme edhe në skenë, e në anën tjetër të presësh me i rrit jo 1, por 2 bebusha. Ajo ndan me shikuesit e në Zoom momentin kur e kuptoi se do të bekohet me binjak. Për çdo femër mendoj që është një pritje e ëmbël është shumë e veçantë sepse çifti kur të martohet gjithmonë pret mu beku me fëmijë, sepse fëmija janë shumë të rëndësishëm për një çift dhe kështu që është një ndjenjë për mua shumë e papërshkrueshme dhe e veçantë. Na e postuam fillimisht me familjen e ngushtë, banum surprizën e gjinis dhe e postuam në rrjetet sociale dhe mrena 10 minuta kanë shkruar shumë mesazheve përveç shoqërisë ngushtë familjarëve, kanë qenë edhe mesazhe nga njerëzit që vetëm që më njohin si kosovare, po ne nuk i njoh, me kanë uruar mjaft me fjalë të mira dhe të bekune. Kështu që jam një tepër mirë, sa që halo akoma jam duke ju kthyer falënderimet sepse ka shumë mesazhe të shumta. Por jo vetëm babain e ka personazh të njohur publik. Drilon Ramën e ka nip dhe nuk e ka kursyer asnjëherë vetën nga përkraja në rrjetet sociale. Ajo për emisionin Zoom ka zbuluar një detaj interesant nga privatësia e fituesit të Big Brother VIP Kosova 3. Normal, më kanë shkruar shumë njerëz, edhe sidomos gjinia femrore më ka shkruar mjaft shumë. Driloni ti kena dha përkraje shumë të madhe na familja june madhe, sepse e ka meritu dhe është një perfekt, dhe une ju më përkushtu shumë përkraje ndaj Drilonit. Për fund, kosovarja ka bërë një premtim publik, ajo do të rikthehet dikur me projekte të reja, e deri atëherë shumë sukses